Ja diçka e çuditshme, një nga kërcënimet më të rrezikshme për shëndetin tuaj mund të jetë aq e vogël, sa që nuk do ta shihnit kurrë duke ardhur. Po flas për ethet e malit shkëmbor me njolla, ose RMSF, një sëmundje vdekjeprurëse e përhapur nga rriçra të vogla, pothuajse të padukshme. Pjesa më e frikshme, simptomat e hershme duken tamam si gripi, ethe, dhimbje koke, dhimbje muskujsh. Asgjë që të bën të vraposh në urgjencë. Por brenda trupit tuaj, pikimi i asaj rikre mund të jetë një bombë me sahat. RMSF mund të sulmojë organet tuaja duke shkaktuar ndonjëherë dëme të përhershme ose edhe vdekje nëse nuk e kapni herët. Pra, ja kthesa filozofike, nëse rreziku është i padukshëm dhe shenjat janë kaq të paqarta, si e mbroni veten? Kush është përgjegjës kur diçka kaq e fshehur shkakton kaq shumë dëm? A është detyra juaj të dini çdo simptome të çuditshme? Mjeku juaj, i cili mund të shohë 100 raste gripi për çdo rast të RMSF? Apo është thjesht fati keq? Kjo është pasiguria me të cilën jetojmë në kujdesin shëndetësor. Ndonjëherë, gjërat më të rrezikshme janë ato që nuk mund t'i shihni ose parashikoni. Pra, çfarë mund të bëni? Jini të vetëdijshëm nëse kaloni kohë jashtë, veçanërisht në zona me rriçra. Kontrolloni lëkurën tuaj dhe mos i anashkaloni ato simptoma të ngjashme me gripin nëse keni qenë jashtë. Ajo rriçër e vogël mund të jetë e padukshme, por të qëndrosh kurioz dhe i kujdesshëm mund t'ju shpëtojë jetën. Mos harroni, ndonjëherë, kërcënimet më të mëdha janë ato që nuk i shohim kurrë duke ardhur.